Punimet në stadiumin e qytetit në Tetov vazhdojnë sipas planit të parashikuar. Kryetarja e komunës së Tetovës, Teuta Arifi, theksoi se pas drenazhimit të stadiumit me 48 hapësira për ujitje dhe mbjelljes së barit, tani radhën e ka procesi i kositjes. Stadiumi pritet të hyjë në funksion ka fundi i muajit nëntor. Sipas standardeve të Federatës së futbollit, normalisht që me rëndësi është që të bëhen 3 kositje për të filluar ndeshjet. Kositja e parë e këtij bari të ri të mbjellur do të ndodhë me 15 të muajit tetor dhe pas kositjes së tretë, do me thënë ashtu siç parashihet nga ana e Federatës së futbollit, ne shpresojmë që të merret leje dhe këtu që të luhen ndeshjet ajo nënkupton fundin e muajit nëntor. Përpos rregullimit të terrenit, edhe projekti për ndriçimin e stadiumit është gati dhe pritet që shumë shpejt të fillojnë punimet me qëllim që të mund të zhvillohen ndeshjet edhe gjatë natës. Tani më e përgatitëm dhe i dham leje projektit për ndriçimin e stadiumit ashtu që stadiumi të ketë mundësi të luhen ndeshjet edhe gjatë natës. Standardi i barit të stadiumit është një standard i cili është i përdoshëm edhe gjatë verës edhe gjatë dimrit, me qëllim që të ketë, domethënë, mundësi për ndeshje në të gjitha sezonet. Mendoj se simpatizantët, dashamirët e sportit, ekipet sportive, ekipet e futbollit në Tetov, pas shumë viteve, të mos them decenjeve, fitojnë një terren sportiv i cili do të jetë i standardizuar sipas të gjitha standardeve. Projekti në fjalë ka kushtuar parafërsisht nga 800 deri në 1 milion euro dhe tani ekipet e futbollit e dashamirët e sportit do të kenë një stadium me kushte ndërkombëtare. Të shpresojmë se tani talentet e reja do të jenë në numër edhe më të madh.